Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, në një shkresë drejtuar kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Iliran Celibashi, ka kërkuar të shtyhet orari mbylljes së disa qendrave të votimit në qarkun e Vlorës. Në letër Çuçi shprehet se arsyeja është aktiviteti sportiv ndërkombëtar Giro d'Italia, që zhvillohet në Vlorë ditën e zgjedhjeve. Ai thekson se ndalimi i qarkullimit në 14 akse kryesore rrugore në qytetin e Vlorës dhe zonat përreth, ku shumica e të cilave do të qëndrojnë të bllokuara për më shumë se 4 orë, do të ndikojnë në aksesueshmërinë e 55 qendrave të votimit të kësaj bashkie. Bazuar në këtë informacion dhe duke vlerësuar se lëvizja e qytetarëve drejt këtyre qendrave mund të jetë e vështirësuar apo e pamundur për një pjesë të ditës, kërkojmë që për të gjitha këto qendra të shtyhet orari i votimit deri në orën 22, thuhet në shkresë. Në vijim të komunikimit me Bashkinë e Vlorës, ju informoj se në datën 11 maj 2025, në territorin e kësaj bashkie do të zhvillohet aktiviteti sportiv ndërkombëtar Giro d'Italia. Masat e ndërmarra për organizimin e këtij eventi do të përfshin bllokimin e 14 akseve kryesore rrugore në Vlorë dhe në zonat përreth, shumica e të cilave do të qëndrojnë të bllokuara. Sipas informacioneve të marra nga bashkia, thuhet në letër, janë gjithsej 55 qendra votimi që do të bëhen të paaksesueshme. Në përgjigje të kërkesës për informacion, Bashkia e Vlorës na ka vendosur në dispozicion një listë detajuar të akseve rrugore që do të bllokohen dhe i qendrave të votimit, të cilat do të afektohen nga ky bllokim, të cilën mund ta gjeni bashklidhur kësaj shkrese. Bazuar në këtë informacion dhe duke vlerësuar se lëvizja e qytetarëve drejt këtyre qendrave mund të jetë e vështirësuar apo e pamundur për një pjesë të ditës, kërkojmë që për të gjitha këto qendra të shtyhet orari i votimit deri në orën 22. Vlerësojmë se kjo shtyrje e orarit është e domosdoshme për të garantuar ushtrimin e të drejtës kushtetuese për të votuar dhe për të siguruar një proces zgjedhor të papenguar, ku çdo qytetar të ketë mundësi për të ushtruar të drejtën e tij për të zgjedhur, thuhet në letrën që drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, i ka dërguar këtë të shtunë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.